Përpara kishim pas thonë fal shmekishta, sot ka ardhur çajku. Kogja me mri me një farë niveli, me qenë një farë njeri kogja meditativ për mos më lodh fare për atë punë, po moj me thonë që dikon në 80-20 është që s'lodhem për atë punë, ndërsa çaj 20% që është që më vjen keq kur njerëzit e marrin mesazhin gabimisht. Qëtashti jena digitalizu shumë. Do me thonë qasja kryesisht mes neve njerëzve është përmes komunikimit me të shkrume. Përpara kishim pas thonë fal shmekishta, sot ka ardhur çajku. Se kam pas keq, a? Se kam pas keq, po edhe na kanë nem një farë forme, tash na kanë zonë çajo. Jena të fol me gishta ma shumë dhe jena të pa me kamerë, po edhe jena të njoft disa njerëz përmes rrjeteve sociale ma shumë. Edhe tash në rrjetet sociale është një paraqitje tjetër prej televizionit. Është një farë midisi mes paraqitjes në televizion që është shumë ashtu me thonë shtirur, është Glamor, po, është shumë glamor, është shumë e ka një farë protokolli, e ka një farë sjellje, një farë maskimi krejt ndryshe, nuk mundesh shumë ose hiç me pa prej personit i cili është të kry punën e vet në televizion. Edhe prej jetës personale ose jetës kur e takon dikon në kafe ose kështu diçka tjetër, ndërsa mesi është tash rrjetet sociale ku jena mes asaj ku vrehet pak personalja dhe vrehet edhe është pak një farë maske që e qesin krejt me të cilën dojnë mu paraqit. Edhe ajo është diçka që shumë po e jep një imazh trem të shumë njerëz, qoftë për mirë, qoftë për të keq. Ndodh te disa njerëz që për të keq, te unë është e miksuar me shumë njerëz njohin më shumë çështo qysh jam edhe në jetën e përditshme, ndërsa ka njerëz tjerë që u alo përshtypjen që kam një farë arrogancë, një farë mendjematësie sikur unë kam jetën më të mirë në botë dhe sikur. A mos të pengon edhe pse mendojnë që ashtu rrit apo? Sepse ti e din që shi apo të pengon pse mendojnë që ashtu? Jo, kryesisht nuk më pengon. Edhe s'ka pse me të penguar diqysh. Kisha mujt me nda me një farë përqindje. Muj me thonë që nuk jam ashtu që s'manin heq, sepse edhe ajo është gënjeshtër, duhet kogja me mri me një farë niveli, me qenë një farë njeri kogja meditativ për mos më lodh fare për atë punë, po muj me thonë që dikon në 80-20 është që s'lodhem për atë punë, ndërsa çaj 20% që është që më vjen keq kur njerëzit e marrin mesazhin gabimisht. Për shembull, unë nuk jam për me performu, për me këndu, nuk jam aty për me aktru, nuk jam aty një influencer i cili ka për qëllim me bo vetëm reklama ose me paraqit jetën e vet, vetëm qashtut për me paraqit jetën e vet. Qëllimi jam është që ta përçaj mesazhin e shëndetit, të informoj njerëzit mbi shëndetin, mbi trupin ton, mbi çështjet që ndikojnë në shëndet dhe në mirëqenie. Mirëqenia vjen para shëndetit. Nëse shtyllat e mirëqenies nuk i kemi mirë, fillon kompromitohet shëndeti jonë. Tash unë si një person i tillit që ka çatral, ka një herë kur t'hyjet në disa sfera që unë se kam rolin, për shembull, atë nuk janë disa sene tjera me rëndësi, mandej na thënë, po jo se gabim jetu nuk është që aty spotlighti.